prej gabimeve që bëjmë djema, është që nuk i vëmë rëndësi dijes. Dhe kënaqemi me pak. Alhamdulillah. Kam mësuar me, u falë. Që Zotit, fati janë 3 surët e fundit, i kam mësuar. Hajtë për hatër edhe ajetin kursi, ose në një surë tjetër, edhe. Ndaj, në ndodhë shumë herë që kemi vëllezër besimtar, po bëjnë vite në xhami, akoma 3-4 sure, 5 sure, apo maksimum 5 surët e fundit. Apo jo vetëm kaq. A i mirë që 3-4 sure di, apo 5 sure, po me pyet, po qa kuptimi kanë këto sure që ti ke mësuar dhe ditë për ditë i lexon? Nuk e di. Pra, ky neglizhimi i madh ndonjëherë që ndodh, që ne të mësojmë dijen fetare. Nuk them se gjithë do bën të ditur, gjithë do bën nxënësdi o xhallar, po janë disa gjëra bazike që zonjani prej nesh duhet i di. Sidomos si ju që jeni student dhe jeni në kontakte të ndryshme. Ti je në kontakt me lloj-lloj idesh dhe ideologjish. Me lloj-lloj konceptesh. Si do i përballesh me këto ti? Je i dobët. Ndaj dhe një dyshim të hidhet, të vjen dikush të hedh një dyshim rreth besimit, të lkund. Pse? Ti nuk e informacionin e duhur. Ti nuk e dijen e duhur. Ndaj dhe i vrejmë në njërë disa pyetje që mund të jenë shumë bazike dhe përgjigja saj është shumë e qartë, ama dikush fillon e lkundet. Pastaj ndodhe një fenomen tjetër. Duke qenë që mu më erdhi një dyshim, tani mu kam pak siklet ta pyes një hoxh ose njëri më të ditur, si është kjo punë, sepse do duket sikur unë kam dyshim dhe kam dyshim në besimin, besimin tim. Dhe përpiqesh atë mangësi që ke ta mbulosh. Po sa kohë do ta mbulosh fajin? Do vinë ditë që do shpërthej. Ndaj vëllezër, është shumë e rëndësishme që një musliman të përkushtohet në mësimin e gjërave bazike që ati nevojiten në jetën e tij. Pra në gjërat bazike që nevojiten në jetën e tij.